Sot filloi samiti në Londër për sigurinë kufitare, ku morën pjesë rreth 40 ministra nga e gjithë bota, përfshirë këtu SBA, Kinë dhe shtetet tjera. Theksova në fjalën time se Shqipëria ka arritur rezultate shumë të dukshme në fushat e krimit financiar, migracionit paligjshëm dhe krimit ndërkufitar, nëpërmjet një bashkëpunimi shumë intensiv me partnerët dhe duke thelluar këtë intensitet dhe bashkëpunimi, Shqipëria ka arritur të forcojë shumë kapacitetet në luftë kundër krimit dhe në operacionet e përbashkëta. E theksova edhe një herë gjatë këtij samiti që Shqipëria është i pari vend në rajon i cili ka nënshkruar dhe po zbaton marrëveshjen me Frontex, e cila do të përforcohet duke përfshirë dhe disa shtete tjera të Ballkanit Perëndimor.